Sot bëhet hapja dhe diskotekës HTO, e cila për shumë vite punon në plazhën e vogël në Lulqen. E ne po shkojmë të shohim pak më shumë atmosferën edhe çfarë po ndodh në hapjen solemne të saj. Përshëndetje juve! Po kalon? Shumë mirë, me shadhe vetë. Këtë vetë një DJ në BO. Po, une... Sot është po hapja. Se kam prit. Me shadhe vetë njësar, une qysht ashtë 3 vjetë punoj në DO. Po DO-ja është një vend për arktim, për më blashin një kosovare, edhe s'kom qatë diskutoj. Qysht me i soti deri sezon është fantasi. Pjesa më e modhe e njerëzve që vinë këto dhe aktorë. A janë pejtër banjat. Shumica ma shumë prej Kosovës, prej Kosovës, Prishtinës, Shpejës, Gjakovës, Prizrenit, përgjësijet Kosovarë. Sa frekuentojnë klubet e natës në Lulqen? Vallai shumë, mirë, jeta natës në qenë është si gjithmonë, e pa përshkushme. Sa jeni të noshin ju si DJ? Unë si do njëm shumë i knoshën, që është ashtë 14 vjetë, fantasi.